Me një temë shumë të rëndësishme, një temë ku do flitet shumë mbi çështjet dhe ndikimet, favorizimet, mundësitë që jepen në lidhje me një temë që do të thotë komunikimi, baza, ndryshimi dhe marrja e vendimeve të rëndësishme. Mërkuri në shigjetar fillon nga dita e sotme, nga tani në këto momente që ne po flasim në drek, që ora shënon në këto momente 1:49, pra nga dita e sotme në datës 29 e në vazhdim ku mërkuri në shigjetar do të thotë që vetëm të vërteta, e vërteta rron ndryshekuj dhe gënjeshtra ikën në sekonda. Dhe kjo do të thotë që diskutimet që marrin flak ka të bëjnë shumë ku lajmtari i perëndive mund të quhet mërkuri hyn në shenjën e filozofisë, atëherë të tëra çfarë do mund të presim është shumë me optimizëm, besim edhe e vërteta e thënë në gjuhën e ashpër dhe pa kompromis. Kjo do të thotë për shumë gjëra që të vërtetën që thuret dini të fituar në anën tjetër. Një gënjeshtër shumë probleme në të ardhmen. Pra kërkohet ndikim pozitiv dhe e drejta me çdo kosto. Planeti komunikimi që futet në shenjën e shigjetarit sot, data 29, fillimisht do të qëndrojë deri në datën 19 nëntor të 2025. Megjithatë, kursi i tij në retrograd, pasi ndikimi në pas 9 nëntorit dhe Mërkuri do kthehet në retrograd në shigjetar, ku këtu do të ketë mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që lidhen me marrjen e vendimeve, me çështje të mëdha që ka të bëjnë në lidhje me takime, lidhje me vendime të rëndësishme. Prandaj gjërat janë shumë ndikuese dhe vendimtare në lidhje me çështjet. Por sa ndikohen dhe si funksionon planeti komunikimit dhe i ndryshimeve, duket se kthehet në retrograd mbas datës 19, ku do të shkojë dhe në njëherë mbrapsht, pastaj shkon në shigjetar nga 12 dhjetori dhe në vazhdim deri më datën 1 janar. Është e mundur që gjatë kësaj kohe të gjitha çështjet që kanë pasur probleme në të shkuarën, dhe kjo do të thotë në Mërkurin në retrograd në shigjetar, zgjidhen. Liria e fjalës dhe e mendimit. Në këtë udhëtim drejt shenjës së lirisë, Mërkuri i shkathet dinamik gjithmonë në lëvizje që do të ndryshojë mënyrën e të menduarit dhe përballë situatave për marrë zgjidhje. Do të kemi dëshirë të mësojmë dhe të kuptojmë shumë gjëra në lidhje me punën, në lidhje me personat që na rrethojnë, kë duhet të heqim, kë duhet të mbajmë. Dhe është një moment mjaft i mirë në çështjet që kanë të bëjnë me vendimet, ndryshimet, mundësitë që neve na jepen. Prandaj nuk kemi pse të shqetësohemi, sepse Mërkuri rregullon udhëtimin, komunikimin dhe ndikimin e madh të pastërtisë së mendjes dhe përcakton perceptimin ton në mënyrën se si ne lidhemi, bashkëveprojmë me njerëz të rëndësishëm. Kur është në shigjetar, komunikimi bëhet interesant, këmbgulës dhe me ndershmëri. Shigjetari është një nga shenjat e zjarrit që u jep drejtësi diskutimeve, por jo me impulsivitet. Sepse dashi, nga ana tjetër,